Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Fusha e vjetër e mbetjeve në lagjen 24 maj në Vlorë Vion të mbetet një burim ndotje dhe rreziku, pavarësisht se mbetje depozitohen në landfillin e Sherishtës. Edhe pse tashmë ka një kontratë fituese për mbylljen dhe rehabilitimin e saj, deri tani punimet nuk kanë nisur. I vetmi ndryshim i dukshëm është zëvendësimi i rojeve të bashkisë me një kompani private sigurie. Fusha e vjetër e mbetjeve në Vlorë në lagjen 24 maj ka qenë prej vitesh një nga shqetësimet më të mëdha për banorët e zonës dhe për qytetin. Grumbujt e mbetjeve, era e rëndë dhe sidomos zjarret e përsëritura kanë krijuar ndotje dhe rrethimi, të cilat janë përhapur deri në zonat e banuara. Në mars dhe qershor të vitit 2025, fusha u përfshi sërish nga flakët, ndërsa era e fortë e bëri edhe më të vështirë kontrollin e situatës. Autoritetet kanë folur për vetëndezje si pasojë e temperaturave të larta, por në raste të tjera ngritur edhe dyshime për zjarrvënie të qëllimshme. Për vite me radhë është dyshuar se mbetjet ndizeshin edhe për të ulur vëllimin e tyre, në një kohë kur qyteti nuk kishte një vend tjetër funksional ku t'i dërgonte. Sot, mbetjet e Vlorës depozitohen në landfillin e Sherishtës, por fusha e vjetër vazhdon të mbetet një plagë e hapur dhe një rrezik për mjedisin. Pas një problematike shumëvjeçare në vend grumbullimin e mbetjeve në qytetin e Vlorës dhe pas zjarreve të njëpasqyrshme në të cilën krijon jo pak shqetësime për komunitetin, por edhe thuajse për të gjithë turizmin. Më në fund duket se po merr një zgjidhje. Banka Gjermane KfW ka hedhur 5 milion euro për sistemimin e vend grumbullimeve të mbetjeve. Firma private në të cilën e ka fituar në datën 9 korrik ka nisur hapat e para të punës. Sipas informacioneve nga terreni, flitet që do të nisi pikërisht rrethimi i fushës së mbetjeve dhe më vonë pajisja me kamera sigurie për të shmangur ndonjë incident për djegjen e mbeturinave. Ndërkohë që pritet më pas hedhja me dhe ose kapsulimi i kësaj fushe dhe faza e fundit do të jetë mbjellja me pemë. Ndërkohë, sipas informacioneve të tjera nga terreni, bëhet me dije se përpara se të gjitha këto procedura të nisin, mbeturinat e Bashkisë së Selenicës, por edhe të njësive administrative, do të hidhen pikërisht këtu dhe më pas do të nisi kapsulimi i kësaj fushë mbetjeve. Tashmë ky territori ka kaluar në dorë të firmës private, ndërkohë që punojësit e pushtetit vendor janë larguar prej këtej. Më 9 korrik 2026 është shpallur fituesi i kontratës për mbylljen dhe rehabilitimin e kësaj fushe, së bashku me vend depozitime të tjera në Vlorë dhe Selenicë. Projekti parashikon zhvendosjen dhe ngjeshjen e mbetjeve, mbulimin e tyre me shtresa izoluese, ndërtimin e sistemit për largimin e gazrave, kullimin e ujrave dhe gjelbërimin e zonës. Megjithse kontrata është dhënë prej 9 korrikut, deri tani në terren puna nuk ka nisur. Ndryshimi i vetëm i dukshëm është tek siguria. Rojet e bashkisë janë larguar dhe hyrja tashmë ruhet nga një kompani private. Banorët presin që ndryshimi të mos mbetet vetëm tek rojet e hyrjes, por të shihet edhe në terren. Pas vitesh me tym, flak dhe premtime, fusha e mbetjeve ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme që kjo zonë të mos vazhdojë të jetë rrezik për shëndetin, mjedisin dhe imazhin e Vlorës. Në prag të 15 gushtit festës së hyjlindës së Mari, gjendja e urës së manastirit të Zvërnecit Vion të mbetet shqetësim për vizitorët. Për Blu Televizion, këtë të njëjtë turist nga Franca dhe Lituania, por edhe vendas kanë shprehur zhgënjim që vjen nga kontrasti mes natyrës së bukur dhe infrastrukturës së dëmtuar. Ura e manastirit të Zvërnecit vijon të jetë në gjendje të rënduar për shkak të dëmtimeve të saj. Në prag të 15 gushtit, kur në manastirin e Zvërnecit kremtohet festa e Shënmërisë, gjendja e urës së saj përbën një shqetësim edhe më të madh, pasi në këtë ditë qindra besimtar, turistë dhe qytetarë vizitojnë manastirin. Ura është ndërtuar në vitin 2016, ndërsa investimi për rikonstruksionin e saj ka kushtuar rreth 400 milion lekë të vjetër. Problemet në strukturë u shfaqën vetëm 2 vite pas ndërtimit, ndërsa prej asaj kohe nuk është ndërhyrë për riparime dhe dëmtime. Kamera e Blu Televizion ishte sot në Zvërnec dhe konstatoi nga afër dëmtimet e urës. Drasat në disa pjesë janë të dëmtuara, ndërsa një segment i saj paraqitet në gjendje të rënduar, duke bërë kalimin problematik për vizitorët. Turistë të huaj që kanë zgjedhur Vlorën për pushime shprehen të zhgënjur nga gjendja e infrastrukturës. Kam ardhur nga Franca me 2 fëmijët e mi për të parë qytetin e Vlorës. Kemi ardhur dhe në manastirin e Zvërnecit. Natyra është shumë e bukur dhe është një vend ku gjen qetësi, por ura për të shkuar në manastir është në një gjendje të keqe. Është e rrezikshme për fëmijët dhe na vjen keq që nuk mund të qëndrojmë mbi urë për të shijuar natyrën e Zvërnecit.
No, it's not safe. And this is called Zvernets, this place here. Lithuania. It's beautiful. Okay. Kemi ardhur nga Lituania, së bashku me gruan dhe vajzën. Na pëlqen shumë Vlora, natyra dhe sidomos ky manastir, manastiri i Zvernecit. Beautiful. What about you? It's beautiful, yeah. Por infrastruktura lë për të dëshiruar, ura është e dëmtuar, drastat janë në gjendje të kalbur dhe kalimi është i rrezikshëm. Na vjen keq që nuk është ndërhyrë për riparimin e saj. This is a Orthodox monastery, yeah? Shqetësimi përcillet dhe nga vizitor vendas. Vizitu manastirin, nga jemi? Kemi ardhur për të vizituar manastirin me vajzën dhe burrin. Jetojmë në Vlorë, jemi vlonjat, por nuk jetojmë në Vlorë. Siguria, për mendimin tim, ka vite që nuk është vënë në dorë, ka shumë turista. Normalisht kur vemi atje bëjmë një detyrim, si të themi. Pastrimi i lagunës nuk është bërë, nuk e di bëhet apo jo, si jemi specialistë të kësaj pune. Kurse ura nuk është vënë dorë, në qoftë se është bën 2016, me është katastrofë. Atje nuk vete dot, për shembull. Këtu nuk ka familjet me fëmijë nuk vinë dot. Unë me mbesë nuk erdha. Nuk e mora. Është e rrezikshme. Po, dërasat janë gjysma të thyera, ka dhe gozhdaj që kanë dalë jashtë, që merë këpucën edhe rëzohesh. Po rëzove bje në lumë. Unë jam shumë besimtare. Infrastruktura jo, fare. Më pëlqeu vetëm parkimi, se më përpara nuk ishte parkim edhe njerëzit garoheshin, parkoheshin në mënyrë të çrregullt. Rruga për të vajte manastiri, po edhe mirëmbajtja e manastirit nuk e di në qoftë se bëhen për ato barishtet e këto gjithë pjesa i zbukurimit, të themi, se nuk më vijnë fjalët në shqip. Ura e manastirit të Zvernecit është një nga pikat e rëndësishme të aksesit drejt një prej destinacioneve turistike të Vlorës. Pavarësisht dëmtimeve të evidentuara prej vitesh, deri më tani nuk është kryer një ndërhyrje për rikonstruksionin e saj. Në prag të 15 gushtit, kur pritet një fluks i lartë vizitorësh, gjendja e urës mbetet problemi pasgjidhur për sigurinë dhe aksesin e turistëve dhe besimtarëve që vizitojnë manastirin e Zvernecit. Shërbimet e check-up dhe dializës do të ofrohen nga vetë shteti, lajmin e bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë Evis Sala, e cila pas mbledhjes së qeverisë njoftoi se shërbimi i check-upit do të kalojë në administrimin e sektorit publik, ndërsa nga muaji shtator rishet edhe kufiri maksimal i moshës për check-upin. Shërbimet e check-upit dhe dializës do të ofrohen nga vetë shteti, lajmin e bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë Evis Sala, e cila pas mbledhjes së qeverisë njoftoi se me përfundimin e kontratave koncesionare në vjesht, shërbimi i check-upit do të kalojë në administrimin e sektorit publik. Me një tjetër vendim të miratuar nga Këshilli i Ministrave, nga muaji shtator rishet dhe kufiri maksimal i moshës për check-upin. Kjo do të thotë se për herë të parë kontrolli shëndetësor falas do t'u ofrohet edhe qytetarëve mbi 70 vjeç, ndërsa përfitues do të jenë të gjithë personat mbi 35 vjeç. Këto vendime sjellin dy risi. Për herë të parë hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Një tjetër vendim i rëndësishëm i qeverisë ishte krijimi për herë të parë i Institutit Kombëtar të Tumoreve. Vendimi i parë është historik dhe ka të bëjë dhe me një sfidën time personale. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve
Sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Sipas ministre Sala, ai do të ndërtohet sipas modelit të Institutit të Tumoreve të Milanos dhe do të funksionojë në ambientet aktuale të shërbimit në QSUT. Qytetarët të Vlorës, përfitues të skemës së rimbursimit të barnave mjekësore, janë skeptik referuar cilësisë së tyre. Në intervistat për Blu Televizion, qytetarët thonë se në shumë raste ato janë të paefektshme, si dhe shumë herë edhe të skaduara. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës përfitojnë barna me rimbursim. Të pyetur, ata shfaqen skeptik për cilësinë e këtyre barnave. Në intervistat për Blu Televizion, qytetarët thonë se në shumicën e rasteve ato janë të paefektshme, teksa shprehen se ka patur raste që barnat me rimbursim kanë qenë edhe të skaduara. Vlonjatët flasin edhe për çmimin e tyre, duke thënë se nga viti në vit, çmimi i këtyre barnave rritet duke i detyruar të paguajnë më tepër. Sipas qytetarëve, për problemet e shëndetit që kurohen tek barnat që përfitojnë me rimbursim çdo vit, ndryshojnë shtetet nga importohen dhe firmat që prodhohen. Qytetarët pohojnë se si pasojë e ndryshimeve nga viti në vit, në listën e barnave me rimbursim, bie edhe cilësia e ilaçeve. Ata bëjnë një apel për kontrollin e cilësisë së barnave dhe veçanërisht atyre me rimbursim. Asa mendime kam, po që të shprem për para. Po, unë jam vetë në atë moshë që duhet i marrë ilaçet me rimbursim. Me thënë të drejtën unë s'marr asnjë. Pse? Sepse është një procedurë gjatë, shumë burokratike, që duhet shkosh nga njëri mjek në tjetrin, dhe kudo që të vesh, po se futejnë qik dorë në xhep, nuk të shërbejnë. Megjithatë, ky është problem tjetër që më shumë varet nga ne, që e përdorim këtë, se sa nga mjekët që janë të gatshëm më tepër kur e marrin këtë bakshish, gjë që nuk duhet ta bëjmë ne të parët. Cilësia. E para si marrim me rimbursim, e dyta vijnë të skaduara. Dhe e treta është që nuk gjendet, nuk e kemi. Është në munges një shpreje. Po, ndryshojnë. Unë vetë të kërkoj ilaçin tim, që tani nuk më kujtohet se si quhet, dhe më thonë, në vend të kësajt mund të përdorësh këtë. Po sa besueshmëri ka ky fakt? Bie, sigurisht që bie. Çmimi rritet. Japin gjithë skadencat. Të lutem. Edhe duan t'i vdesin pleshë e shkrejt. Ti vetë merr ilaçe? Unë marr ilaçe, po ma shumë pak. Dhe kur i mora në fillim fare, janë të vëndit, ato ma ngrinë tensionin, jo ma ulnin. Të lutem, këtu është merë, këtu nuk e di Zoti bën. Që dira se këtu nuk di qatë bësh. Po çmimi, që do, ajo çmim është si me t'i falë, e me i hu të plena t'i jep ty. Aq të këshia janë. Nuk bëjnë fare, po të them, me qenë që ta ulnin, ta ngrinin tensionin. Prandaj, këtu në Shqipëri, nuk e di. Këtu çdo gjë është zero. Ne këtu s'kemi ujë, kemi nga Tirana, kemi 1 muaj. S'ka ujë 1 orë, me zina vjen mëngjes. Është për të luritur. Nuk di qa bëhet. Edhe ngriu. Po qa do bëjmë vëlla, kështu dorim ne. Vetëm ngriu dhe as i gjë. Këto duhen djeg atje, djegur. Jo zvar, po djegur, të gjitha janë. Të gjithë mirat, jemi aq të revoltuar sa nuk ka më ku të shkoj më. Kështu që çfarë të dalësh? Ke pikën më nevralgjike. Nuk ka rregull. Unë kam përdorur merja me rimbursim një medikament për zëmrën, erdhi me çmimin 7.200 lekë të reja dhe mbas disa kohësh ajo shkoi deri në 4.400 lekë. Tash i ka ullur prodhuesi, importuesi, apo si janë paguar taksat e shtetit. Apo është përfituar nga subjekti. Që si unë duhet të flasësh me
dokumentacion. Po unë jam shumë i rregullt dhe gjithë analizat më kanë dalë mirë. Kam bërë 2 stenda, kam probleme me stomakun, kam probleme me aortën këtu. Po, ato janë dhe të moshës. Zdo besh me i rife doktori. Sa vjeç je? 75. Qa të them unë ashtu. I marrim, unë marr me një ringursim, se bëjnë efekt fare. I mbajnë aty ja marrin një muaj skadence. E skadojnë ato, e pim nes, bëjnë efekt fare. Ja, unë marrin nes antibiotik, piva asë një efekt. Po marrë për atencion. Jo, ndryshojnë. Po thuaj se afërsisht janë të dy. Nuk gjendë mira. Vlen të theksohet se nga viti në vit rriten ankesat për sa i përket barnave me rimbursim. Kjo edhe për shkak të ndryshimeve që pëson lista e barnave të rimbursueshme. Vendi nga ato eksportohen firmave që i prodhojnë dhe veçanërisht mungesës në barnatore. Fieri vijon të përballet nga viti në vit me një rënje drastike të numrit të lindjeve. Sipas shefit të maternitetit të Fierit, Robert Luto, nga 2500 lindje në 5 vjeçarin e fundit, aktualisht numri ka zbritur në rreth 1000 lindje në vit. Sipas tij, faktori janë lëvizje demografike, emigracioni apo zgjedhja e spitaleve private. Fieri vijon të përballet nga viti në vit me një rënje drastike të numrit të lindjeve, sipas shefit të maternitetit të Fierit, Robert Luto, nga 2000 deri në 2500 lindje që regjistroheshin 5 vjeçarin e fundit, tashmë numri ka zbritur në rreth 1000 lindje në vit. Sipas tij, faktorët kryesorë janë lëvizje demografike, emigracioni, zgjedhja e spitaleve private, por dhe orientimi një pjesë të nënave drejt materniteteve në Tiranë. Atëherë në maternitetin e Fierit, duke krahasuar me 4-5 vitet e fundit, ne kemi një rënje të numrit të lindjeve. Nëse para 4-5 vitesh numri lindjeve ka qenë 2000-2500, tani vete afërsisht tek 1000 lindje në vit. Dhe kjo ka dhe një arsye dhe një shpjegim për vetë lëvizjen demografike të familjeve shqiptare, ku një pjesë e mirë është vendosur dhe është transferuar në emigracion, dhe detyrimisht duke lëvizur edhe numri lindjeve patjetër që do vi në rënje. Duke pasur parasysh këtë lëvizje demografike, patjetër që numri vjen duke rënë, por një pjesë e mirë e tyre transferohen edhe nëpër spitalet private ose shkojnë edhe në Tiranë për arsyet e tyre. Luto thekson se vitet e fundit është rritur ndjeshëm dhe numri lindjeve me operacion cezarian, të cilat tashmë janë më të shumta se lindjet natyrale. Sipas tij, kjo nuk është një prirje që vihet re vetëm në Shqipëri, por një trend i konsoliduar edhe në shumë vende të botës. Atëherë që nga periudha që unë kam ardhur në maternitetin e Fierit në vitin 2000, nga kolegët e mi më të vjetër kam mësuar që numri lindjeve në vitet 2000, në vitet 92, 93, 94 ka qenë rreth 3500-4000 lindje. Ndërsa po të shikojmë tani, ne mezi kapim numrin 1000. Dhe pjesa më e madhe e lindjeve bëhen lindje me sekcio cezarea dhe një pjesë e tyre pastaj janë dhe lindje natyrale. Lindja më normale që nga emri është ajo që quhet lindje natyrale ose lindje normale. Megjithatë, numri i përqindjes së seksiove, pra lindjes me operacion, nuk është një trend vetëm në qytetin tonë, por është edhe në Shqipëri, por është edhe një trend ndërkombëtar, një trend botëror. Dhe faktorët janë nga më të ndryshëm, nënat janë më të ushqyera, bebat dalin më të mëdhenj, faktorët pasaj që kanë të bëjnë me patologjinë gjatë shtatzanisë, siç është diabeti i barës, siç është hipertensioni, siç janë problemet renale, infeksionet urinar dhe faktorë të tjerë që kanë lidhje me vendosjen e placentës, siç është placenta previa dhe patologji të tjera të cilat bashkëshoqërojnë një shtatzani. Në rënje paraqit edhe numri aborteve. Nëse gjatë të 6 mujorëve të parë të viteve 2024 dhe 2025 regjistroheshin rreth 300 raste vjetore, në 6 mujorin e parë të vitit 2026 ky numër ka arritur në rreth 100. Sipas shefit të maternitetit, pjesa më e madhe e rasteve i përket vajzave dhe grave nga zonat rurale, ndërsa i thekson se nuk është regjistruar asnjë rast aborti tek vajzat nën moshën 16 vjeçare. Po, patjetër. Edhe numri aborteve në përgjithësi ka ardhur duke rënë. Nëse do ta krahasojmë me 2-3 vitet e fundit, ne kemi bërë rreth 300 aborte, por këto janë të klasifikuara sepse abortet i ndajmë në aborte të dëshirueshme dhe aborte të padëshirueshme. Pra, në abortet e padëshirueshme janë ato të cilat
gravidanca ecën deri në një farë javësh dhe pastaj ndërpritet vetë ose fillon hemorragjia dhe kalon në ato fazat që ne i themi abort incipient, progredient, inkomplet e kështu me radhë. Nuk mund të them dot një shifër të saktë se sa është përqindja e atyri që janë nga qyteti dhe nga zonat rurale, po përderisa popullsia më e madhe vjen nga zonat rurale, detyrimisht dhe numri i këtyre aborteve është më i madh nga zonat rurale, sesa nga qyteti, por duke pasur parasysh edhe emancipimin që ndodh sot tek rinia, ato marrin informacion, kanë informacion të mjaftueshëm për të mbrojtur, për të mos ngelur shtatzan, ndërsa zonat rurale ndoshta janë pak më të disavantazhuara në këtë pikë. Sepse nëse vjen një paciente që është në moshë të vogël, pra është nën 16 vjeç, ne me ligj dhe detyrime kemi që duhen ta referojmë si në drejtori, si edhe në polici, sepse rasti vërtet mund të jetë qoftë edhe një barë me dëshirë, por kodi na detyron që ne të referojmë rastin në polici. Dhe pastaj organet përkatëse bëjnë ato detyrat e veta. Ndërsa pjesa tjetër janë majoren, pra kanë, si thua, të drejtën e tyre për të bërë ndërprerjen e shtatzanisë ose mbajtjen e saj. Sipas bluzave të bardha të maternitetit të Fierit, ky institucion vijon të presë edhe paciente nga qytete të tjera të vendit, të cilat zgjedhin Fierin për kryerjen e ndërprerjes së shtatzënisë. Viti 2026 për bankat e nivelit të dytë në Vlorë duket se ka qenë më pozitiv sa i përket shlyerjes së kredis. Sipas bankierit Klodian Hysi, niveli vonesave në shlyerjen e kreditimit ka shënuar rënje këtë vit, ndërsa bankat sipas tij janë mundësi zhvillimi për biznesin. Njësitë e biznesit në Vlorë financohen edhe nëpërmjet kredive. Klodian Hysi, drejtor rajonal i një prej bankave në qytet, tregon se biznesi është pjesë e rëndësishme e klientelës. Sipas tij, këtë vit biznesi kryesisht në fushën e turizmit dhe ndërtimit ka patur ecuri pozitive. Hysi sqaron se kreditë e biznesit janë të ndara në dy kategori, biznesi i vogël dhe i madh, teksa kërkesat janë për financime për zhvillimin e biznesit, blerje pajisjesh, objekte apo ndërtime të ndryshme. Po pa tjetër, biznesi është një pjesë e rëndësishme e klientelës në të cilën ne pra kemi marrëdhënie. Këtë vit biznesi ka pasur një ecuri të mirë, sidomos në fushën e turizmit, në fushën e tregtisë. Këto kanë qenë dy nga sektorët më kryesor ku ne kemi financuar gjatë këtij viti. Kreditë e biznesit, në fakt ne i kemi të ndara në dy segmente, pra kemi segmentin e biznesit të vogël dhe biznesin e segmentit të madh. Bilez në degën tonë në Vlorë ne kemi një qendër rajonale për biznesin e madh, i cili domethënë shërbehet këtu, pra nuk shërbehet si në shumicën e bankave nga qendra. Kryesisht kërkesat e tyre janë për zhvillimin e biznesit, për blerje makinerie, për blerje objektesh, por në sektorin e turizmit edhe për ndërtimin e strukturave hoteliere. Hysi konfirmon se biznesi i vogël merr më shumë kredi duke parë financimin si një ndihmës të zhvillimi. Hysi pohon se eksperienca e viteve të kaluara ka treguar se kredia të ndihmon të rritesh më shpejt kapitalin. Patjetër që biznesi i vogël është, sepse ai është edhe biznesi më i madh në numër, sepse ajo, domethënë pra biznesi i vogël përbën shumicën e bizneseve që operojnë në qytet. Dhe janë ata që kanë nevojë të investojnë edhe të rriten, kështu që patjetër është biznesi i vogël ai që kreditohet më shumë. Të pyetësh bankën është ndihmës, patjetër që banka kështu e shikon, por nuk është vetëm, mendoj që nuk është vetëm nga këndvështrimi i bankës, është edhe nga këndvështrimi i klientit, sepse kredia të bën të mundur që ti të arrish të zhvillosh biznesin tënd më përpara në kohë se sa mund të arrish duke punuar dhe duke u bazuar tek kursimet që ti mund të krijosh nga biznesi jot. Ne jemi në periudhën më të mirë të nivelit të vonesave. Pra, sistemi bankar këtë vit
pra ka arritur rekordin e përqindjes së vogël të vonesave që ka për sa i përket kreditimit. Sepse duke qenë se ekonomia është zhvilluar, duke qenë se tregu i kapitaleve është rritur, pra kjo ka bërë të mundur që pagesat të jenë shumë të rregulta dhe të jetë një përqindje shumë e vogël e atyre klientëve që nuk paguajnë. Sipas kryebankerit, 2026 shënon vitin më të mirë sa i përket shlyerjes së kredisë, ndërsa tregon se niveli i vonesave në shlyerjen e kreditimit është më i ulti, ndërsa sipas tij ndonjëherë dhe bankat janë mundësi që biznesi të zhvillohet. Patjetër, unë do t'ju thoja që të ndodhen sa më shumë pranë bankës, sepse tashmë bankat janë të nevojshme dhe duke më marrë në konsiderat që duam që ekonomia të jetë sa më formale, pra është vetmja mundësi që të bashkëpunojnë me bankat. Shumë prej njësive të biznesit, kryesisht në turizëm, vitet e fundit kanë zhvilluar kapitalin e tyre, pikërisht falë mbështetjes me kredi të bankave të nivelit të dytë në qytet. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, bëri të ditur para mediave se sot në Këshillin e Ministrave u miratua Strategjia Kombëtare e Kulturës 2026-2030 në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit. Në parim jemi mbledhur për dy gjëra kryesore që për dy sektorët kryesor në këtë rast art kultura dhe unë kam marrë këtu pranë edhe zëvendës ministrin që mbulon këtë portofol Lira Pipa dhe gjithashtu për sportin, meqense ka pasur dhe një themi interesim edhe mediatik, ka pasur dhe shkrime dhe informacione të ndryshme të cilat na bëjnë që ndoshta duhet dalim këtu edhe për sportin edhe për gjithë zhvillimet që kemi në ekosistemin e sportit në Shqipëri dhe këtu kam dhe zëvendës ministrin tjetër që mbulon sportin, Endrit Hoxhën, edhe që do më ndihmojnë të dy për pyetje të ndryshme ose që do të kenë një sqarim më shumë për të bërë nga ato që do them unë. Sot në Këshillin e Ministrave ne miratuam në Strategjinë Kombëtare të Kulturës 2026-2030 që synon krijimin e një kuadri më të plotë të politikave publike për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit kulturor në Republikën e Shqipërisë dhe përfshin pra periudhën 2026-2030 në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit, procesin e integrimit evropian dhe angazhimet ndërkombëtare të vendit në fushën e artit dhe të kulturës. Nëpërmjet një qasje shumë më të integruar dhe ndërsektoriale, strategjia synon të forcojë rolin e kulturës si faktor zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe territorial, duke kontribuar në rritjen e mirëqenies së qytetarëve, forcimin e kohezionit social, zhvillimin e bilancuar të territoreve dhe konsolidimin e vlerave demokratike. Objektivi strategjik afatgjatë është që deri në vitin 2030 Shqipëria të konsolidojë pozicionin e saj si një qendër kulturore me rëndësi në Ballkanin Perëndimor dhe si një aktore aktive e hapësirës kulturore europiane, duke mbështetur zhvillimin e një ekosistemi kulturor qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe sa më inovativ. Strategjia përcakton një paketë të qartë reformash legjislative dhe rregullatore, duke nisur nga rishikimi i plotë i kuadrit ligjor kulturor dhe i ligjit për artin dhe kulturën, modernizimin e normave për mbrojtjen e trashëgimisë dhe vendosjen e statusit të artistit si një kuadër ndërsektorial. Së dyti, strategjia promovon turizmin kulturor dhe shkon përtej monumenteve duke ofruar përvoja autentike të krijimtarisë artizanatit, arteve skenike dhe trashëgimisë së përditshme. Strategjia në thelb përcakton një objektiv afatmesëm për arritjen e një niveli në 1 deri në 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto, të dedikuar për kulturën dhe rekreacionin, sepse kështu formatohet në të gjitha parimet dhe në përputhje me mesataren e Bashkimit Evropian dhe me shtete për shembull si Rumania apo Bullgaria, por dhe Italinë duke marrë si referencë, duke u përpjekur që të dyfishojmë në mënyrë efektive nivelin aktual të investimeve dhe duke e vendosur Shqipërinë në këtë mënyrë në një trajektore edhe më të qëndrueshme drejt mesatares europiane. Kuptohet që ka vende që kanë nivele pak më të larta, por ne kemi si
synim parësor që të paktën të luftojmë të jemi në sa më afër dhe sa më pranë mesatares europiane. Modeli financiar i strategjisë është ndërtuar mbi alternativa plotësuese financimi, që sigurojnë si vazhdimsi, ashtu dhe inovacion në forcimin e financimit të sektorit. Për shembull, fondet ekzistuese për kulturën që korrespondojnë me afërsisht 4 miliard lek në vit, që përfaqësojnë mesataren historike të alokimeve kombëtare për artët, kulturën dhe trashëgimin, e këto burime të ridrejtohen dhe të racionalizohen, të mirë administrohen, të mirë menaxhohen, pjesërisht për të përshtatur me prioritetet e reja strategjike dhe për të maksimizuar ndikimin e tyre. Përveç tyre, burimet jashtme dhe plotësuese, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, është një komponent shumë i rëndësishëm, duke përfshirë fondet ndërkombëtare, partneritetin publik-privat dhe mekanizmat e mbledhjes së fondeve, filantropin, fondacionet, financimet e tjera private, sponsorizimet e tjerë. Këto do të shfrytëzojnë kontribute edhe nga programet e BE-s dhe nga donatorët dypalësh, si dhe nismat e angazhimit të diasporës, që është gjithsesi një realitet gjithnjë më i fuqizuar edhe në ato arena dhe zona ku ajo është e vendosur dhe ku jeton. Kjo është me pak fjalë për strategjinë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në zonën e Imarës. Një 65 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se është dëmtuar nga shpërthimi një lëndë plastike, të cilën po e përdorte për peshkim të palishëm. Ngjarja është regjistruar rreth orës 9 në afërsi të zonës së Porto Palermos. Një ngjarje e rëndë ka tronditur mëngjesin e sotëm në zonën e Imarës. Një 65 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se është dëmtuar rënd nga shpërthimi një lëndë plastike, të cilën po e përdorte për peshkim të palishëm. Ngjarja është regjistruar rreth orës 9 në afërsi të zonës së Porto Palermos. Sipas informacionit paraprak të policisë, 65 vjeçari me inicialet PM dyshohet se ka qenë duke peshkuar me lëndë plastike, të identifikuar paraprakisht si dinamit. Në rrethana që ende nuk janë të qarta, lënda plastike ka shpërthyer duke dëmtuar rënd 65 vjeçarin në trup dhe gjymtyr. Pas shpërthimit, ai ka marrë ndihmën e parë dhe është transportuar në urgjencë drejt qendrës shëndetësore të Imarës. Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, 65 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka humbur jetën gjatë transportimit dhe marrjes së ndihmës mjekësore. Zona ku ndodhi ngjarja është rrethuar nga shërbimet e policisë, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur edhe specialistët e grupit hetimor. Në drejtimin e prokurorisë po kryen veprime hetimore për të përcaktuar me saktësi mënyrën se si ka ndodhur shpërthimi, llojin dhe origjinën e lëndës plastike, si dhe rrethanat e plota të ngjarjes. Peshkimi me lëndë plastike është ndaluar me ligj dhe përbën një aktivitet me rrezik të lartë, jo vetëm për personat që e përdorin, por edhe për njerëzit e tjerë që ndodhen në zonën përreth. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore. I blokuar për 24 orësh në malin e Çikës teksa eksploronte zonën malore, shpëtohet mes ditën e enjte turisti polak. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, ai ka pësuar dëmtime, ndërsa është kërkuar edhe ndërhyrje ajrore për transportimin e tij. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Himar dhe Stacionit të Policisë Dërmi, në bashkëpunim me Forcën Kombëtare të Sigurisë, njësia Fjer, strukturat e emergjencave civile, njësinë Alpine, dhe Ministrinë e Mbrojtjes përfunduan me sukses një operacion shumë të vështirë kërkim shpëtimi për një turist çek që kishte mbetur i bllokuar në një zonë të thepisur dhe shumë të vështirë të malit të Çikës. Menjëherë pas marrjes së njoftimit u organizua operacioni i kërkim shpëtimit. Përgjatë 12 orëve, forcat kombëtare të sigurisë, njësia Fjer, arriti të lokalizojë vendodhjen e turistit dhe të bashkohej me të. Për shkak të terrenit shumë të vështirë dhe pamundësisë së tërheqjes me mjete toksore, u kërkuan ndërhyrja e helikopterit të forcave të armatosura, i cili bëri të nxjerrjen e turistit nga zona dhe transportimin e tij në qytet. Turistit 43 vjeçar ju dha ndihma e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas shpëtimit, turisti falenderoi të gjitha strukturat e angazhuara për ndihmën dhe profesionalizmin e treguar gjatë operacionit. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.